Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët. Sot do të flasim për diçka që me siguri e kemi ndjerë të gjithë, një lloj tensioni në dashurinë moderne. Kemi më shumë liri se kurrë për të zgjedhur këtë duam, por pse ndihemi më të pasigurt e më në ankth se kurrë? Si shpjegohet kjo? Pra, le t'i futemi pak më thellë këtij paradoksi, le ta quajmë. Domethënë, kemi gjithë këtë autonomi për të zgjedhur këdo, por pikërisht kjo liri duket se na sjell një pasiguri pafund. Çfarë po ndodh realisht këtu? Mirë, për ta kuptuar këtë, hapi i parë është të pranojmë realitetin e romancës sot. E dim të gjithë si është, një botë me zgjedhje pafund, por çuditërisht edhe me një pasiguri po kaq të madhe. Sot nuk po kërkojmë thjesht një partner, apo jo? Jo, presioni është i jashtëzakonshëm për të gjetur atë shpirtin binjak, atë personin e vetëm që na përmbush në çdo aspekt të mundshëm, emocionalisht, intelektualisht, shpirtërisht. Dhe kjo liri zgjedhjeje, sa do e bukur të tingëlloj, në fakt na ka vënë mbi supe një barë psikologjike që brezat e mëparshëm asgjë e imagjinonin. E po, për të kuptuar vërtet pse ndjejmë kaq shumë presion sot, duhet bëjmë një udhëtim pas në kohë. Le të shkojmë në një epokë ku sistemi operativ i marrëdhënieve ishte krejt ndryshe, një kohë ku qëllimi kryesor ishte thjesht mbijetesa. Shikoni pak këto pika. Këto ishin arsyet kryesore pse njerëzit martoheshin në mesjet. Pra bashkëpunim ekonomik, aleanca familjare, trashëgimia, por a e vini re se çfarë mungon? Nuk ka asnjë fjalë për lumturinë personale, dashurinë romantike apo përmbushjen emocionale. Thjesht nuk ishin në listë. Dhe ja ku është pika kyçe. Qëllimi nuk ishte të ndihesh e mirë, por të mbijetoje. Martesa ishte praktikisht një kontratë pune, një njësi ekonomike dhe sociale. Dashuria, nëse ndodhte, ishte një bonus i këndshëm, por absolutisht jo një kusht. Kjo tabele tregon kaq qartë ndryshimin drastik. Pyetja ka kaluar nga diçka strukturore në diçka krejtësisht psikologjike. Nga a funksionon kjo martesë për të na mbajtur gjallë, tek a më bën ky person të ndihem mirë? Okej, pra kur ndryshon qëllimi, çfarë ndodh? Ndryshojnë edhe pritshmëritë, dhe jo pak, por rrënjësisht. Kemi kaluar nga pritshmëri praktike, realiste, në një listë idealësh që, sinqerisht, është pothuajse e pamundur të arrihet. Kjo tabel është fantastike sepse përmbledh gjithçka. Shikojeni pak, qëllimi, mënyra e zgjedhjes së partnerit, baza ekonomike, çdo gjë ka ndryshuar. Por ndoshta pika më e rëndësishme është kjo, kalimi nga një ndërvarësi e detyruar ku njerëzit duhej të ishin bashkë për të mbijetuar në një pavarësi opsionale ku zgjedhim të jemi bashkë. Ky koncept, inflacioni i pritshmërive, është çelësi për të kuptuar pse kaq shumë njerëz sot ndihen të pakënaqur. Imagjinoni sikur standardet tona emocionale për një partner janë fryrë si një tullumbace, ndërsa realiteti shpesh nuk arrin dot t'i kap ato pritshmëri të larta. Hidheni një sy këtij krahasimi. Është si të krahasosh përshkrimin e punës për një partner në mesjet me atë të sotmin. Atëherë kërkoj bashkëpunim, punë, stabilitet. Sot, wow, terapist, mik i ngushtë, shpirt binjak, dashnor perfekt, prindi përkryer. I kërkojmë një personit vetëm të bëj punën që dikur e bënte një fshat i tërë, nuk është çudi që ndihet si një peshë kaq e madhe. Ky citat e kap në thelb gjithë idenë. Mendojeni pak. Martesa mesjetare mbahet nga struktura, nga themelet e jashtme. Ajo moderne mbahet nga psikologjia jonë, nga ndjenjat tona. Struktura është e fortë e qëndrueshme. Psikologjia, ajo ndryshon nga dita në ditë. Mirë, pra çfarë ndodh kur heqim themelet e betonit dhe i zëvendësojmë me ndjenja? Kjo liri e madhe vjen me një çmim të fshehur, dhe ai çmim është një barë e re ankthi për shëndetin ton mendor. Termi risi evolucionare tingëllon kompleks, por ideja është e thjeshtë. Gjëra si zgjedhjet pafund, rolet e paqarta, krahasimi i vazhdueshëm janë krejtësisht të reja për specien tonë. Truri ynë thjesht nuk është i përgatitur, nuk ka evoluar për të përballuar këtë nivel kaq të lartë kompleksiteti dhe pasigurie. Dhe ja ku lidhet gjithçka. Sistemi ynë nervor e do parashikueshmërinë, e do stabilitetin. Ishte më i përshtatur për atë mjedisin mesjetar, le të themi. Ky oqeani i hapur i zgjedhjeve moderne, ai praktikisht i bërtet trurit ton rrezik, duke na mbajtur në një gjendje ankthi të vazhdueshëm. Parashikueshmëria na qetëson, pasiguria na streson. Kaq e thjesht. Pastaj futen në lojë mediat sociale dhe i hedhin benzinë zjarrit. Ato krijojnë një lloj vitrine globale të partnerëve të idealizuar. Papritur, marrëdhënia jonë reale, me të gjitha të metat e saj, duket e pamjaftueshme. Pse të kënaqemi me diçka të mirë kur perfektja duket se është vetëm një scroll larg? Mendojeni pak,
Të gjitha këto probleme, këtë zgjedhësh, cilat janë rolet, si të përputhen pritshmëritë, dikur i zgjidhte struktura, shoqëria. Ajo të jepte përgjigjet. Sot, të gjithë jemi vetëm. Të gjithë duhet i gjejmë vetë përgjigjet për këto pyetje të mëdha. Si pasoj, na ka rënë për pjesë një punë e dytë. Le ta quajmë kështu. Puna e përditshme psikologjike për të ndërtuar dhe mirëmbajtur marrëdhënien tonë nga zeroja. Dhe kjo kërkon aftësi emocionale dhe një përpjekje të vazhdueshme që askush nuk na i ka mësuar ndonjëherë. Lidhja nuk mbahet më nga muret e jashtme, por nga vullneti ynë i përditshëm. Atëherë, si mund ta përmbledhim gjithë këtë ndryshim epokal? Mendoj se e gjithë kjo analiza na çon në një imazh final shumë të fuqishëm, dallimi mes një lumi dhe një oqeani. Në fund të ditës, gjithçka varet nga ky shkëmbim. Në mesjet kishte më pak liri, por më shumë stabilitet. Sot kemi më shumë liri, por më pak stabilitet. Është një shkëmbim themelor. Nuk mund t'i kesh të dyja në maksimum. Ky citat e shpjegon në mënyrë perfekte. Martesa mesjetare ishte si një lum, i qëndrueshëm, i ngadalt. Shtrati ishte i përcaktuar, rruga ishte e parashikueshme. Nuk mund të devijohesh shumë, edhe po të doje. Ishte i sigurt, por edhe kufizues. Ndërsa martesa moderne është si oqeani i hapur, ofron një bukuri marramantse, një liri të pafundme, por është plot me dallë të paparashikueshme. Dhe gjithmonë ekziston rreziku që të humbasesh. Pra po, kemi potencialin për një thellësi emocionale që paraardhësit tan as nuk e ndëronin, por çmimi që paguajmë është paqëndrueshmëria dhe ankthi i vazhdueshëm. Dhe kjo na lë me një pyetje të fundit, ndoshta më të rëndësishmen. Në këto oqean të hapur të dashurisë moderne, ku dallgët janë të vazhdueshme, çfarë sperancash mund të ndërtojmë për veten tonë? Tani që muret e jashtme kanë rënë, na takon neve të ndërtojmë me vetëdije themelet tona të brendshme.